Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Yexhuj dhe Mexhuxhet përmenden vetëm 2 herë në Kur'an, në surën El-Kehf, por historia e tyre është një nga shenjat më misterioze dhe më të frikshme të kohëve të fundit. Allahu na tregon se Dhul-Karneni dikur ndërtoi një pengesë gjigante prej hekurit dhe bakrit të shkrirë për t'i bllokuar ata, duke i izoluar nga pjesa tjetër e botës. Ata përshkruen si të panumërt në numër, duke u dyndur mbi njëri tjetrin si dall. Edhe pse ata aktualisht janë të izoluar nga njerëzimi, kur të afrohet çasti, ora Kiameti, Allahu do të bëjë që pengesat të shembe dhe ata do të derdhen nga çdo shpat duke mbushur tokën me kaos. Pejgamberi Muhammed a.s. paqja qoftë mbi të, një herë u zgjuaj friksuar dhe tha: "Mirë për arabët, sepse një vrim me madhësinë e kësaj është hapur në murin e Yexhuxhve dhe Mexhuxhve, duke treguar sa afër mund të jetë lirimi i tyre." Ai gjithashtu i përshkroi ata si me sy të vegjël dhe fytyra të gjera, që ngjasojnë me mburoja të rrahura, me rroba prej leshi ose leshi të egër. Numri i tyre do të jetë aq i madh sa do të kalojnë pranë një liçeni të madh dhe do ta pinë të tërin deri në fund. Pas zbritjes së Isait a.s. dhe mposhtjes së Dexhallit, Allahu do ta informojë atë se Yexhuxh dhe Mexhuxhet po vinë dhe se askush nuk mund t'i mposhtë ata. Isai dhe besimtarët do të tërhiqen në male, duke i bërë dua Allahut për mbrojtje. Yexhuxhet dhe Mexhuxhet do të përhapin shkatrim në të gjithë tokën, duke vrarë çdo gjë në rrugën e tyre. Ata do të deklarojnë me arrogancë: "Ne kemi vrarë popullin e tokës. Tani le të vrasin popullin, ta vrasin popullin e qiellit." Dhe ata do të qellojnë me shigjeta drejt qiellit. Allahu do t'u kthejë shigjetat me gjak. Duke u mashtruar ata do të mendojnë se kanë pasur sukses. Pastaj Isai dhe ndjekësit e tij do të luten përsëri dhe Allahu do të dërgojë një smundje, krimba në qafat e tyre, që do t'i vrasin të gjithë me një. Trupat e tyre do të mbushin tokën duke lëshuar një erë aq të rëndë, saqë Isai dhe ndjekësit e tij do të luten përsëri dhe Allahu do të dërgojë zogj që do të marrin trupat e tyre dhe do t'i largojnë. Më pas do të pasojë një kohë paqe dhe harmonie si kurrë më parë. Nuk do të ketë urrëtie, as luftë, as xhelozi. Kafshët do të jetojnë në paqe dhe njerëzit do të përjetojnë një periudhë të shkurtër, lumturie të plotë në tokë. Por kjo nuk do të zgjasë për gjithmonë. Një erë e butë më pas do të përshkrojë tokë, duke marrë shpirtat e të gjithë besimtarëve, duke lënë vetëm me të këqinjtë e njerëzimit. Sa për vendodhjen e Yexhuxhve dhe Mexhuxhve, tani vërteta është se vetëm Allahu e di. Disa kanë spekuluar për vendodhjet, por Kurani dhe hadithet autentike e bëjnë të qartë. Ata janë të bllokuar, të ndarë nga njerëzimi, duke u përpjekur çdo ditë për të dalë. Çdo ditë ata gërryjnë pengesën, pendën, dhe sa herë që janë afër, ta thyejnë. Ai që është në krye thotë: "Le të kthehemi nesër." Por kur kthehen, Allahu e ka rindërtuar pengesën. Në ditën e fundit ai udhëhec do të thotë: "Le të kthehemi nesër inshallah", që do thot në darë Zot. Dhe për shkak se ai thot inshallah, ata do të kthehen dhe do ta gjejnë murin ashtu siç e lanë dhe do të dalin. Kjo fjalë e vogël inshallah në darë Zoti është çelësi i lirimit të tyre, siç përmendet në hadithet autentike. Kjo është një nga të panjohurat e mëdha të së padukshmes, pjesë e planit përfundimtar të Allahut për fundin e botës. Dhe vetëm ata që besojnë me të vërtetë pranojnë atë pa e parë. Allahu na ruaj dhe na udhëzoft në rrugën e drejtë. Ky është episodi i 3 në serinë tonë mbi shenjat e mëdha të ditës së gjykimit, ku kemi treguar rreth Dexhallit, kthimit të Isait dhe tani për Yexhuxh Mexhuxhet. Për më tepër, na bëni follow dhe shpërndani video në mënyrë që t'i shikoni më shumë dhe t'i shohin dhe miqtë tuaj.